O Hashimi theke kish marë. Ma du me prita, dhe më për që se prita. Ajo ko njeri i urë. I buzëqeshun, dashamirës, një njeri që nga ka përkrahë gjithmonë. Ka vdekur në moshën 86 vjeçar Haxhi Thaçi, babai ish presidentit Hashim Thaçi. Ai vdiq disa ditë më vonë pasi u vizitua nga djali i tij Hashim Thaçi, vizitë kjo e kryer nën masa të rrepta sigurie të gjykatës speciale. E sot familja Thaçi hapi dyert për kryeshnash që nga orët e mëngjesit. Qytetarë të shumt e politikan ishin për vizitë tek familja Thaçi. Në raport me Haxhin Pesi nga kon fëmij, nga kushëri, e fëmijë në anë bashkë, edhe që tash më ro me din, unë ju menë shumë atë. Ajo ko njeri i urë, njeri punëtor, njeri buj kërkon, ka punu shumë, i ka rritë fëmijën, me s'komet të rona. Që ka përjetuaj faktin që Thaçi nuk u konë? Vallohi, likështë vallohi, u mërzit këfar të haje në ajë nona vete, o Hashimi theke kish marë. Ma du me prita, dhe më për që se priti. Po, pasha zot, aja gjykata, unë kun pa thonë vetë se është gjykate drejt, ty për nuk ishte drejt ishë. Jo, vallohi, po që ka me bon, i shalë në vjenë, për vërim të babës, i shalë në vjenë. Ka qenë një njeri që gjithmonë ka qenë i buzëqeshun, dashamirës, një njeri që nga ka përkrahë gjithmonë dhe fjalët e tij, këshillat e tij dhe kujtimet që kemi me të do t'i mbajmë gjithmonë si shumë të veçanta. Na vjen keq se kjo është një vdekje që bëhet më e rëndë për shkakun e mungesës presidentit Thaçi. Së paku ai pati mundësi që para pak ditësh ta takoj për herën e fundit babain e tij. Por vërtet kjo dhambje shkon e rritët për familjen, për neve të gjithëve, për shkakun e mungesës së presidentit Thaçi. Duke parë padrejtësitë që në vazhdimsi i ka përdorur kjo gjykatë ndaj krerëve të UÇK-s, unë personalisht nuk besoj që ai do të lejohet të paktën nesër që të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit, ndërsa për ditë tjera mbetet të shihet nëse ata do të lejojnë. Vlen të theksohet se nesër pritet të bëhet varrimi i babait të ish presidentit Hashim Thaçit, Haxhi Thaçi.